Ka kaluar në SPAK çështja në Lushnjë, ku një person i premtoi 50.000 lekë të reja dhe i mori kartën e identitetit një personi tjetër. Sipas prokurorisë së Fierit, është regjistruar procedimi penal numër 485, datë 13/4/2025 për veprën penale korrupsion aktiv në zgjedhje, parashikuar nga neni 328 i Kodit Penal mbi bazën e informacioneve të marra nga Komisariati i Policisë së Lushnjës. Pas informacionit të Komisariatit të Policisë Lushnjë, Prokuroria e Fierit ka bashkëpunuar me shërbimet e policisë gjyqësore të këtij komisariati, si dhe me Prokurorinë e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Tiranë, se shtetasi ML i ka kërkuar dhe marrë shtetasit MT kartën e identitetit kundrejt premtimit të një shume prej 50.000 lekë, me qëllim për të favorizuar një subjekt politik në zgjedhje. Pas kryerjes së veprimeve të parahetimore, policia gjyqësore në drejtimin e prokurorisë së Fierit ka kryer arrestimin në flagrancë të dyshuarit. Në vijim, prokuroria Fier ka dërguar në gjykatë kërkesën për vleftësimin e arrestit dhe caktimin e masës së sigurimit personal ndaj shtetasit ML, e cila është miratuar nga gjykata e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier. Pas kryerjes së veprimeve të ngutshme procedurale, prokuroria Fier ka vendosur që çështja t'i kalohet për kompetencë lëndore prokurorisë së posaçme. Prokuroria e Fierit shpreh angazhimin e plot për hetimin dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të personave që kryejnë vepra penale që cënojnë zgjedhjet e lira dhe demokratike.